mundesh me mbajt barkun bosh, me mbajt gjuhën qetë, me ul shikimin. Por nëse zemra rrie e rënd, diçka mungon. Zemra lodhet nga inati, nga xhelozia, nga fjala e papërmbajtur, nga mendimi i keq që e mban brenda. Profeti a.s. ka thënë se në trup ka një copë mishi. Nëse ajo është mirë, i gjithë trupi është mirë. Ajo është zemra. Ramazani erdhi për me pastru pikërisht atë. Jo për me fsheh, jo për me zbukuru për sy të tjerëve. Nëse sot e hoqe një barë nga zemra, edhe vetëm një, ke bërë agjerim të vërtet. Nëse sot e fale dikë në zemër, pa ja thënë askujt, Zoti e di. Ramazani nuk po të kërkon me qeni përsosur, po të kërkon me qeni lehtë nga brenda, sepse zemra e lehtë e gjen Zotin më afër.